Një prokurimeve lidhet me çdo tjetër autoritet kontraktor, kështu që nuk është se ka një lidhje speciale me Akshin. Te strukturat që përmendi Xhevi që lidhen në formë pak a shumë speciale me Akshin janë kadastra për shkak të përfshirjes së të njëjtëve persona nga këmbvështrimi informatik në sisteme dhe për shkak të përfshirjes zotit Agasi, i cili mendoj ai që e lidh me zonjën Bici këtë aferë, pra lidh dy personat e dy institucioneve. Jam përmendur aty dhe emra të tjerë, siç është zoti Bixha e tjerë me radhë që janë njohur përbashkëta, pra nuk është shumë nga institucioni sa është nga personat e përfshirë rasti kadastrës. Aksiku ish DSIK-ja rrjedh, mendoj dhe për njohjeve me zotin Altiniani, drejtori i Aksikut aktual akoma në detyrë, që duhet të ishte në time. Ky institucion lëshon certifikatat e sigurisë për shoqëritë, bizneset, si dhe për personat, për të qartësuar momentet në cilat ta persona apo shoqëria mund të ketë akses në informacion klasifikuar. Dhe ka përdorur këtë tagër, të drejtën për të lëshuar të certifikata, si mekanizëm skualifikimi. Pra, këtu hyn direkt me Akshin në lojë. Meqense u vështirësua lufta për tendrat e Akshit dhe hapat që deri më atë ditë kishin krijuar këta titullarët bashkë me palën interesuar, pra përfshitu zonjën Kacanaj, zotin Shima, zonja Deribashi, në momente ndryshme mes tyre, dhe firmat e interesuarit në rast kryesori ishte zoti Beqiri, por është tërë grupimi që ai kishte bërë me vete, pra shoqëria Horizon, shoqëria Communication Progress, shoqëria Fastech, është dediku Infosofti, përfshirja një tuf partner rreth tij, cilët kanë hyrë në format joint venture dhe kanë përfituar qartasi nga njohja dhe miqësia me Ermal Beqirin. Duhet t'i lëm kohë spakut të sqaroj rolin dhe sasinë e përfshirjes së secilit për tyre, sepse mund të jenë dhe le të themi kështu tangencial në përfshirje, pra thjesht kanë përfituar por pa pas në rol aktiv, por në çdo rast janë bashkë në formën e grupimit. Është Albaskani, janë një grup firmash, firma AS e zonjës Schröder, që janë gjithë përfshirë në të lojë. Të gjitha të shoqëri, në momentin që gara nuk ndahet dot thjesht me mekanizmat klasik të mënyrës se si ndikohet në një tender, pra vështirësimi i kushteve, kritereve, përvoja ngjashme, xhiro, stafi i kualifikuar, dhe kjo përkon me faktin që kundër këtyre doli kompania ABS, e cila ishte deri më përpara atij momenti, pra deri në 2023 kompania kryesore në vëllimin e tendrave pranë Akshit, dhe në këtë sens, duke qenë e tilla, ajo kishte gjithë ato kriteret plotësuara, atëherë u detyruan të komplikonin lojën. Komplikimi i parë është përfshirja e DSIK-s, sot quhet Aksik, që lëshonte të certifikatat. Po certifikatat pak a shumë i kishin të tërë këto kompanira në forma ndryshme, për shkak se ishin kontraktor me Akshin. Atëherë hajde bëjmë kundërtën, ja heqim atij që s'na pëlqen. Dhe këtë gjë kam bërë në 2025-ën. Dhe po ja hoqet certifikatën, nuk merr dot tenderin. Është një rast që unë e kam dhe me letra dhe më thonë se po e ndjekim me kujdes për të kuptuar gjithë skenarin qartë, për të tatuar më detaje në formën dhe një kronike. Në prill-maj 2025-s, një nga ato shoqërive që ishte partnere me shoqërinë ABS zotit Meçe, ju njoftua heqja e certifikatës pas një motiv. Dakor? Ndërkohë që kjo shoqëria ishte shpath fituese bashkë me shoqërinë ABS zotit Meçe në një procedurë të Akshi. Dhe duke qenë që njoftimi i shkoi dhe Akshit pak përpara nga Aksiku, pra imagjino ke Aksikun, ke Akshin, ke një palë konkurruese, dy palë konkurruese le të themi. Kjo shoqëria ka fituar, ka dërguar dhe sigurimin e kontratës për të nënshkruar kontratën, ka 15 ditë që pret firmoset kontrata, dhe Aksik ndërhyn në proces, i çon një shkresë Akshit ku i bën azhornimin e listës së shoqërive të kualifikuara me certifikatën CSI, e cila nuk ishte kriteri kërkuar në tender, por Akshi logjikon që e pam listën e shoqërive të certifikuara me të lloj certifikate, CSI-n, aty nuk figuron kjo kompania që quhet Synapse, pra nuk është pjesë e këtyre, pra ja keni hequr. Nuk njoftohet për heqjen, njoftohet me listën e azhurnuar. Kanë tentuar të jenë finok deri diku, le të themi kështu. Dhe atë moment e prish procedurën, e anullon, duke thënë që ne nuk mund të vijojmë me nënshkrimin e kontratës, dakor, sepse ka rënë kushtet, i cili kusht nuk ishte. Këtu Akshi hyn në arsyetim më të thella, duke arsyetuar që përdesa nuk ke CSI-n, i bie nuk ke as ndonjë prej CSP-ve, CSP-ve janë të stafit, dakor? Kështu që pa pyetur shoqërinë, pa marrë informacion e shtesë, gjykon që shoqëria le të themi është degraduar në farë forme në kapacitetet e saj, cili lloj nuk garantohet më ndjekja në formë të rregullt e procedurës. Pra ishte po e njëjta shoqëri që kishte fituar tendera më herët.
Edhe më herët, për atë moment, ishte tenderi fituar, pritet nënshkruajtja e kontratë, kishin kaluar fazën e kualifikimit. Dakord? Pra, mënyra në cilën ta ndërhynin në procedura ishte e qepur, le themi, e kujdesur shumë në detaje dhe e pamëshirshme, sepse nëse u dështonte për çdo lloj rrethane procesi klasik, to shpiknin një metodë tjetër. Në këtë